Kriminaliteti gjatë vitit 2025 shënoi shifra të larta të vrarëve dhe të plagosurve. 2 ngjarje të më të rënda ishin ajo e vrasjes së gjyqtarit në sallën e gjykatës së apelit Astrid Kalaja, si dhe atentati regjistruar në afërsitë e aeroportit të Rinasit. Në muajin janar u regjistruan 6 vrasje, ku më 7 janar Ramazan Metaj, 33 vjeçar, u ekzekutua në Shkodër në një atentat mafios në zonën e Dragoçit. Më 12 janar u vra në Tiranë biznesmeni Bujar Nasufi. Më 13 janar Kristian Marku ose Kristi Bardhi u ekzekutua në Vlorë, ndërsa në të njëjtën ditë në Zallbastar të Tiranës u godit me sende të forta Xhelal Meta. Më 16 janar në Bulqiz, 34 vjeçari Flamur Kamberi vrau me çift e kushëririn e tij Vasil Kamberi, teksa ndodheshin në Pyll, ndërsa më 24 janar në Kamës u vra Lulzim Visha. Në muajin shkurt, konkretisht më datën 1, në Tiranë babai vrau të birin me thik, bëhet fjalë për Hekuran Gjonin, i cili vrau djalin Asim Gjoni. Më 18 shkurt, në Shkodër, 34 vjeçari Kol Manaj vrau Anila Prendushin, 44 vjeçare, më pas vrau veten. Më 22 shkurt, Rajan Aluan, 24 vjeç, u vra nga Fadi Aluan, 49 vjeç, ngjarja u zbar disa ditë më vonë. Më 24 shkurt, në Kurbin, u vra 67 vjeçari Dod Mamling nga Dashnor Tota, ndërsa më 27 shkurt, në Shkodër, 20 vjeçari Paulin Prejka u qellua disa herë marrëzjarri brenda banesës së tij. Në muajin mars nuk u regjistrua asnjë vrasje, ndërsa muaji prill regjistroi 3 ngjarje, mes të cilave ajo e 17 prillit, ku në një atentat mafios u ekzekutua në Plan të Lezhës Gjovalin Prendi, babai Roan Brahimit, i njohur ndryshe si Sidorel Prendi. Por në të njëjtën ditë, në Tiranë pati një atentat me 4 të plagosur: Aren Stafa, Marko Demiraj, Dior Demiraj dhe Kian Mullaj, ndërsa më 27 prill u vra në Vlorë Renato Hoxhaj, 58 vjeç. Në muajin maj u regjistruan 3 ngjarje, ku më datën 2, Brendon Saporito, 57 vjeç, i mori jetën Sandra Holloway, 53 vjeçare, të cilët kishin ardhur me pushime në Shqipëri, dhe ngjarja ndodhi në Shkodër. 5 ditë më vonë, në Has u vra Reshid Sallahu nga bashkëfshatari Ylber Jaku, ndërsa më 20 maj, Ermal Dedja mbeti viktimë e një atentati në Durrës. Vrasja ndodhi në mesnat, teksa viktima po ecte në këmbë. Qershori regjistroi 2 ngjarje, ku më datën 1 u vra marrëzjarri në oborrin e banesës së tij në Tale të Lezhës, 57 vjeçari Pjetër Kaza. 10 ditë më vonë, në Xibër të Klosit, 32 vjeçari Hazbi Velsula goditi për vdekje 3 herë me mjet therrës kushëririn e tij, 65 vjeçarin Selim Velsula. Në muajin korrik pati 6 ngjarje kriminale, ku më datën 9 u gjeti pa jetë në ujërat e Shkopetit 23 vjeçari Renis Dobra. 2 ngjarje të datave 14 dhe 16 korrik lidhen me tentativën për vetvrasje të një të miture në Vlorë për shkak të dhunës në familje, si dhe viktimës së parë në vend si pasojë e zjarreve që përfshin disa zona malore. Më 24 korrik, në Fier, vajza Ermalinda Rama, 26 vjeç, mbyti me tel babain e saj Anesti Rama, 56 vjeç, ndërsa 4 ditë më vonë, më 28 korrik, në Pogradec, 52 vjeçaria Kozeta Teço u gjetë pa jetë në banesën e saj të përfshirë nga flakët. Gruan e dhunoi për vdekje dhe i vuri flakën shtëpisë 37 vjeçari Ilirian Selmani. Në muajin gusht u regjistruan 4 ngjarje kriminale. Me 4 gusht u ekzekutua pranë banesës Frok Leshaj nga Paçrami Vau të Dejës. 10 ditë më vonë, më 14 gusht, u therr me thik për vdekje 14 vjeçari Erald Xheo nga bashkëmoshatari i tij 14 vjeçar Enedio Guri, i cili u arrestua. 5 ditë më vonë, më 19 gusht, në Divjak, u therr me thik Besmir Kumria, 33 vjeç, nga autori Gjesion Toromeni, 25 vjeçar. Më 28 gusht, në Shkodër, u vra marrëzjarri Piro Proni nga Ndoc Macaj. Sa i përket muajit shtator, në total u regjistruan 4 ngjarje, ku më 4 shtator në Shkodër u vra marrëzjarri Kristian Kola. 4 ditë më vonë, po në Shkodër u regjistruan 2 të vrarë, 2 të plagosur. Shënjestër ishte 43 vjeçari Erogen Brajovic ose Vaso, i cili ishte antar i fisit të Bajrit, vëllai Denis Brajovic Bajrit. Nga atentati mbeti e plagosur kamarierja 25 vjeçare Meri Kaçeri, i vdekur mbeti Armando Pali dhe Liridon Kraja Lushi, 31 vjeç, truproja e Erogen Brajovic. Autori ishte 29 vjeçari Rakip Gina.
Më 24 shtator në Durrës u vra me thikë dhe u dhënua Valton Beqiraj 51 vjeçar, ndërsa 3 ditë më vonë në Tepelen u vra biznesmeni italian Edoardo Sarki 44 vjeç nga Kamber Sulçaj 48 vjeçar. Muaji tetor regjistroi dhe numrin më të lartë të ngjarjeve, ku në të gjithë vendin u regjistruan 8 të tilla. Më 2 tetor në Babru u vra me thikë 40 vjeçari Hajdar Ismail Geci nga 38 vjeçari Arlindi Demushi. Më 5 tetor në Sarand ju vendos eksploziv automjetit të Isufiat Çaj 58 vjeçar. Më 6 tetor në Tiranë u regjistrua edhe ngjarja më e rëndë, ajo e vrasjes në sallën e gjyqit të gjyqtarit Astrid Kalaja, 60 vjeç. Autori i ngjarjes ishte Elvis Shkambi, i cili bashkëpunoi me xhaxhain e tij Gjon Shkambi për realizimin e vrasjes, pasi humbën gjyqin për një pronë në Shkodër. Më 22 tetor në Durrës pati 2 të vrarë për kafe në Manës. Aranit Kurti 23 vjeç dhe Flori Paluci 33 vjeç u ekzekutuan dhe autori ishte Daniel Pepa. Po në Durrës 6 ditë më vonë, në fshatin Shkallnur, Marian Kodheli vrau me thikë babain e tij Pjetër Kodheli. 2 ditë më pas, në Tiranë, sherrri midis kolegove të një restoranti përfundoi me vdekjen e njërit prej tyre. Ingrid Ismailari, picier, u therr me thikë për vdekje nga Filip Shehu. Katër ditë më vonë në Berak, Keli Hoxha, 42 vjeç, u vra me thikë nga autori Kristo Mema, i njohur ndryshe si Konstantin Hoxha. Gjithçka ndodhi se viktima preku kalin e autorit. Viktima ishte turist në zonë. Në muajin nëntor ndodhi edhe ngjarja e dytë më e rëndë, ku në afërsitë e aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza u realizua atentati me 2 të vdekur, Gilman Dodanin dhe Muçi Sheqerin. Kjo ngjarje ndodhi më 11 nëntor 10 ditë para saj, në Vlorë Bertil Alliaj vrau djalin e xhaxhait Dalan Alliaj në fshatin Gjorm. Ndërsa më 26 nëntor në Durrës u therr me thikë i mituri nga shoku i shkollës dhe ndroi jetë më 5 dhjetor. Erjon Boba ishte nxënës i shkollës Dom Nikol Kaçorri në Ishkënet të Durrësit. Vetëm 4 ditë më vonë, më 30 nëntor në Elbasan u vra biznesmeni Mondi Mahalla. Nga 41 ngjarjet e regjistruara, autoritetet ligjzbatuese nuk kanë mundur që të zbardhin 7 ngjarje, mes të cilave atentatin me 2 të vdekur në afërsitë e aeroportit apo edhe ekzekutime që kanë lidhje me hakmarrje për motive të ndryshme.